Kemi takim me qytetarët e Tetovës, ku do të promovojmë programin ton parazgjedhor, programin e kandidatit ton Zotëri Bajram Rexhepit dhe punët të cilat i kemi planifiku në të ardhmen, në 4 vjeçarin e ardhshëm në qytetin e Tetovës. Besojmë se do t'jetë, është deri tash, edhe do t'jetë edhe më tutje fushat pozitive për ne. Besojmë bindshëm në fitoren e 19 tetorit. Oferta që do t'ju jepen banorëve në qytetin e Tetovës janë kryesisht oferta në ndryshime në planin urbanistik, gjithsesi në sjellje të planit urbanistik të qytetit të Tetovës, në përmirësimin e komunikacionit të qytetit të Tetovës, në formimin e parkingjeve në qytetin e Tetovës, në transferimin e administratës së Tetovës te kazerma e qytetit të Tetovës, e cila do të do të na mundsojë lehtësimin më të madh që do ta ketë qyteti jonë.